Eliona përjeton një nga momentet më të rënda që nga hyrja e saj në Big Brother. Që në orët e para të ditës, vihet re se ajo nuk është në gjendjen e saj të zakonshme. Qëndron e heshtur, e tërhequr dhe duket e lodhur, me një shikim që tregon se diçka nuk shkon. Banorët e tjerë fillojnë ta vërejnë ndryshimin në sjelljen e saj, pasi Eliona, e cila zakonisht është aktive dhe e përfshirë në biseda, këtë herë qëndron më shumë vetëm. Me kalimin e minutave, gjendja e saj bëhet edhe më shqetësuese. Ajo përpiqet të qëndrojë fort, por duket qartë se nuk ndihet mirë. Zëri i saj është i dobët dhe lëvizjet janë të ngadalta. Atmosfera në shtëpi ndryshon, sepse tensionet dhe debatet lihen më njanë, ndërsa vëmendja përqendrohet te gjendja e Elionës. Produksioni ndërhyn për ta kontrolluar situatën dhe pas vlerësimit bëhet e qartë se gjendja shëndetësore e Elionës nuk është e mirë. Ajo duket e raskapitur, emocionalisht dhe fizikisht, dhe nuk arrin të vazhdojë qëndrimin në shtëpi. Eliona njoftohet se duhet të largohet për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Momenti i largimit është shumë emocional. Eliona përpiqet të flasë, por fjalët i dalin me vështirësi. Ajo përshëndet banorët një nga një, me sy të përlotur dhe me një buzëqeshje të lodhur, sikur të kërkojë falje që po largohet në këtë mënyrë. Disa prej banorëve afrohen për ta përqafuar, ndërsa të tjerë qëndrojnë në heshtje, të prekur nga situata. Teksa Eliona del nga shtëpia e Big Brother, ndjehet një heshtje e rëndë. Zhurma e zakonshme mungon dhe gjithçka duket më e ftohtë. Ajo shoqërohet jashtë, ku e pret ekipi mjekësor. Është e qartë se ajo nuk ndihet mirë dhe se largimi i saj nuk është një vendim i lehtë, por i domosdoshëm. Eliona dërgohet drejt spitalit për kontrolle dhe trajtim. Kamera nuk e ndjek më, por momenti i largimit të saj mbetet i fortë në mendjen e publikut dhe të banorëve. Shumë prej tyre mbeten të menduar, duke reflektuar për presionin, lodhjen dhe emocionet që kjo eksperiencë sjell. Pas largimit të Elionës, shtëpia nuk është më e njëjta. Prania e saj mungon dhe atmosfera ndihet ndryshe. Banorët flasin me zë të ulët për atë që ndodhi, ndërsa secili reflekton në mënyrën e vet. Ky moment shënon një kthes të fortë në lojë, jo si strategji apo debat, por si një realitet i vështirë që kujton se shëndeti është mbi gjithçka. Largimi i Elionës nga Big Brother mbetet një nga momentet më të ndjera dhe më të rënda, ku loja ndalet dhe përparësi merr gjendja njerëzore. Ajo largohet për të kujdesur për veten, ndërsa pas saj lë një shtëpi të heshtur dhe një histori që do të kujtohet gjallë. Benita i afrohet Klodit në një moment më të qetë, larg zhurmës dhe debatit të banorëve të tjerë. Atmosfera mes tyre është e ngarkuar me emocione, dhe ajo vendos të flasë hapur për ndjenjat e saj. Me një ton të qetë, por të vendosur, Benita fillon të tregojë se sa shumë ka menduar për të dhe për lidhjen e tyre, duke shprehur një dëshirë që e kishte mbajtur për vete për një kohë. Ajo i thot Klodit se dëshiron një fëmijë me të, duke i shpjeguar se kjo është diçka që ajo e sheh si të rëndësishme dhe të bukur për të ardhmen e tyre së bashku. Benita vazhdon të shpjegojë se ajo nuk kërkon thjesht një fëmijë, por një fëmijë të mirë, të lumtur dhe të bukur, që do të pasqyronte dashurinë dhe kujdesin që ata mund të japin si prindër. Ajo i thot Klodit se kjo dëshirë nuk është thjesht një impuls momental, por diçka që e ka menduar seriozisht dhe që për të ka kuptim të thellë. Përmes fjalëve të saj, duket e qartë se Benita po përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të vërteta dhe të sinqerta, dhe se ajo ka shpresë që Klodi do ta kuptojë rëndësinë e këtij mesazhi. Kur flet për këtë dëshirë, Klodi qesh. Qeshja e tij nuk është e ftohtë apo përbuese, por duket si një reagim i lehtë, i habitur nga sinqeriteti dhe hapësira që Benita ka zgjedhur për ta shprehur. Ai nuk e ndalon, por vazhdon të dëgjojë, ndërsa Benita shpreh emocionet e saj me intensitet. Ajo tregon se për të, kjo është një ëndër e bukur dhe se i ka ardhur koha ta ndajë me dikë që do dhe i beson. Benita shkon edhe më tej, duke folur për të ardhmen dhe për momentet që ajo imagjinon se mund të kalojë së bashku me Klodin dhe një fëmijë. Ajo përmend se dëshiron një familje të vogël, të ngrohtë, ku ka respekt, dashuri dhe përkujdesje. Ajo thot se kjo nuk është një kërkesë për tani, por një vizion që e ka në zemër dhe që për të ka një rëndësi të madhe. Ndërsa Benita vazhdon, Klodi duket se është i përqendruar dhe i habitur nga sinqeriteti i saj. Ai qesh sërish, këtë herë më i lehtë dhe më i butë, duke treguar se ka kapur mesazhin dhe e vlerëson hapësirën e ndarë.
Reagimi i tij i bën të dy të ndihen më afër dhe krijon një moment të veçantë, ku fjalët, emocionet dhe shikimet ndërthuren dhe bëjnë që koha të duket e ngadalë. Benita e mbyll bisedën duke thënë se e di që gjithçka ka kohën e vet dhe se nuk ka nxitim, por donte të shprehte atë që ndjen. Qeshja e Klodit mbetet aty si një shenjë e mirëkuptimit dhe e një reagimi të ndershëm, dhe atmosfera mbetet e ngrohtë dhe e qetë, duke lënë pas tensionet e ditëve të mëparshme. Ky moment kthehet në një nga bisedat më të gjatë dhe më të ndjeshme mes tyre, duke treguar afërsi, emocion dhe besim që krijohet vetëm në marrëdhënie të sinqerta. Ludo vendos të flasë hapur dhe pa rrotulla për ndjenjat e tij ndaj Benitës, në një moment që duket i ngarkuar emocionalisht. Ai e thërret Benitën për një bisedë më të qetë, larg zhurmës së të tjerëve, dhe fillon t'i shpjegojë se prej ditësh e ka menduar këtë gjë. Ai thotë se e pëlqen sinqeritetin e saj, mënyrën si sillet në shtëpi dhe energjinë që ajo sjell, duke shtuar se për të Benita nuk është thjesht një lojtare, por dikush që i ka zgjuar ndjenja të vërteta. Teksa flet, Ludo duket i emocionuar dhe pak i tensionuar. Ai pranon se nuk është e lehtë të shprehë ndjenjat, sidomos në një ambient ku gjithçka shihet dhe komentohet. Ai thotë se nuk pret asgjë me zor, por ndjeu nevojën t'i tregojë Benitës se çfarë ndjen, sepse nuk dëshiron ta mbajë brenda. Fjalët e tij janë të drejtpërdrejta dhe pa lojra, duke treguar se ai është i gatshëm të rrezikojë një refuzim vetëm për të qenë i sinqert. Benita e dëgjon me vëmendje, pa e ndërprerë. Ajo qëndron e qetë, por fytyra e saj tregon se e ka të qartë çfarë do të thotë. Pasi Ludo përfundon, Benita merr frym thellë dhe i përgjigjet pa hezitim. Ajo i thotë se e vlerëson shumë guximin e tij dhe faktin që ai foli hapur, por se ndjenjat e saj janë diku tjetër. Me një ton të prerë, por të qartë, ajo thotë, "Unë dua Klodin." Këto fjalë e mbyllin menjëherë çdo hapësirë për keqkuptim. Benita shton se nuk dëshiron ta mashtrojë askënd dhe se nuk ka ndërmend të luajë me ndjenjat e Ludës. Ajo shprehet se zemra e saj është e fokusuar te Klodi dhe se, pavarësisht respektit që ka për Ludon, nuk mund t'i japë shpresë. Refuzimi i saj është direkt dhe pa kthesa, duke e bërë të qartë pozicionin e saj. Ludo mbetet për disa çaste në heshtje. Ai përpiqet ta mbajë veten, por duket se refuzimi e prek. Megjithatë, ai mundohet të tregojë pjekuri dhe i thot Benitës se e kupton përgjigjen e saj. Ai shton se të paktën tani ndihet më i lehtësuar që foli dhe nuk mbajti ndjenjat për vete. Edhe pse i zgënjur, ai përpiqet të ruajë qetësinë dhe respekt. Pas kësaj bisede, atmosfera mes tyre ndryshon. Benita largohet duke qenë e bindur në vendimin e saj, ndërsa Ludo mbetet duke reflektuar mbi atë që ndodhi. Banorët e tjerë më vonë fillojnë ta komentojnë situatën, duke folur për guximin e Ludës dhe vendosmërinë e Benitës. Ky moment kthehet në një nga skenat më të forta emocionale, sepse tregon qartë se jo të gjitha ndjenjat janë të ndërsjella dhe se ndershmëria, edhe kur dhemb, është gjithmonë më e mirë se heshtja. Eliona përballet me Labin në një debat që ka qenë i pritur për një kohë të gjatë, duke reflektuar tensionet dhe grindjet e mëparshme mes tyre. Ajo fillon duke folur me një ton të prerë dhe të vendosur, duke shprehur hapur mendimin e saj për Labin dhe mënyrën se si sillet. Eliona i thot qartë se sipas saj Labi ka nevojë për psikolog, duke i bërë të ditur se sjellja e tij shpesh është e paqëndrueshme dhe se nuk e kupton ose nuk di si të përballet me situata normale të përditshme pa tension. Ajo vazhdon duke theksuar se Labi nuk sillet gjithmonë me logjik dhe shpesh bën gabime të qarta që ndikojnë të tjerët, duke krijuar probleme që mund të shmangeshin. Për Elionën, kjo nuk është thjesht një shaka, por një vëzhgim i vazhdueshëm i sjelljes së tij, duke e bërë të ndjehet se ai nuk kupton realitetin rreth tij. Ajo shton se disa veprime të tij janë të papjekura dhe shpesh dëmtojnë marrëdhëniet me banorët e tjerë. Debati përshkallëzohet kur Eliona përdor fjalë më të forta dhe i thot Labit se, për të, ai është budalla fare. Ajo i shpjegon se kjo nuk është thjesht një kritikë e lehtë, por një vërejtje e bazuar në shumë situata ku ai ka treguar se nuk ka menduar para se të veprojë. Ajo i përmend shembuj të ndryshëm ku vendimet e tij kanë sjellë përplasje, tension dhe keqkuptime, duke treguar se nuk është fjala e parë që ajo e thot pa arsye. Labi përpiqet të përgjigjet, por Eliona nuk e lë të ndërpresë.
Ajo shpreh qëndrimin e saj me qartësi dhe pa ndonjë qëllim të fshehur, duke thënë se çdo situatë ku ai ka reaguar impulsivisht ka treguar dobësinë e tij dhe mungesën e kontrollit emocional. Ajo i thotë se kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh e marrin jo seriozisht dhe pse shumë herë gjen veten në debate pa fund me të tjerët. Debati zgjat disa minuta dhe në çdo fjalë të Elionës ndjehet vendosmëria për ta bërë Labin të kuptojë se jo çdo veprim ka pasojë të mirë. Ajo nuk e sulmon personalisht në mënyrë të panevojshme, por thekson se duhet të reflektojë dhe të ndryshojë mënyrën e të menduarit dhe vepruarit. Për të, ky debat është më shumë një përpjekje për ta bërë të kuptojë se disa gjëra mund të përmirësohen dhe se nuk mund të vazhdojë të sillet pa pasur përgjegjësi për veprimet e tij. Në fund të debatit, Eliona e lë Labin duke ecur i menduar dhe i qetë, ndërsa ajo vetë duket e lodhur nga emocioni i shprehur dhe tensioni i krijuar. Heshtja që pason është e rëndë, sepse secili prej tyre e ndjen peshën e fjalëve që janë thënë dhe ndikimin e tyre mbi marrëdhëniet mes banorëve. Ky moment bëhet një nga debatet më të forta dhe më të gjata, duke lënë gjurmë që ndihen gjatë gjithë ditës. Benita dhe Eliona përfshihen në një debat që ka qenë i pritur për një kohë të gjatë, duke u ndjerë tensionet e mëparshme dhe konkurrenca mes tyre. Gjithçka fillon kur ato vërejnë se Klodi ka treguar interes dhe afërsi ndaj të dyjave. Ky moment ndes ndjenjat dhe xhelozinë dhe biseda fillon të marrë një kthes të fortë. Tensioni rritet gradualisht dhe biseda kthehet në një përplasje të hapur emocionale. Benita, me një ton të prerë dhe të vendosur, i thot Elionës se nuk ka nevojë të luajë lojra dhe se zemra e Klodit është diçka që nuk mund ta marrë me forcë. Ajo i shpjegon se për të, ndjenjat janë të sinqerta dhe se nuk do të tolerojë manipulime apo lojra të vogla. Eliona, nga ana tjetër, nuk qëndron e qetë. Ajo e ndërpret dhe i thot se nuk do të dorëzohet, sepse ajo ka ndjenja për Klodin dhe nuk do të lejojë askënd tjetër të ndikojë tek ai. Debati fillon të bëhet më i ashpër. Fjalët e tyre janë të drejtpërdrejta dhe të forta, secila duke mbrojtur pozicionin e vet. Benita thot se është e drejtë e saj të ketë ndjenja dhe se nuk do të tërhiqet, ndërsa Eliona përgjigjet se zemra e saj është gjithashtu e përfshirë dhe se nuk ka ndërmend të largohet pa luftuar për atë që ndjen. Gjatë bisedës, banorët e tjerë vëzhgojnë me kuriozitet, sepse konflikti mes dy vajzave duket i ngarkuar emocionalisht dhe i papritur. Secila prej tyre përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se meriton të fitojë zemrën e Klodit. Fjalët e tyre janë të ngarkuara me emocion dhe ndjenja, dhe çdo pasazh i debatit tregon se sa shumë dëshirojnë të jenë pranë tij. Benita përpiqet të mbajë qetësinë dhe përdor arsyetimin, duke thënë se nuk duhet të ketë luftë të panevojshme, por se gjithçka do të vendoset nga ndjenjat dhe veprimet e Klodit. Ajo thekson se nuk mund të imponojë dashurinë e tij, por se zemra e saj është e sinqertë dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Eliona nuk heq dorë dhe fillon të flasë më pasionuar, duke shprehur frikën se nëse nuk vepron, mund ta humbas mundës. Për të qenë pranë Klodit. Ajo thekson se ka investuar emocione dhe ndjenja të mëdha dhe se nuk mund t'i injorojë ato. Ndërsa flasin, tensioni rritet, por edhe emocionet bëhen më të dukshme. Biseda e tyre përshkallëzohet në një duel verbal, ku secila përpiqet të tregojë se është më e përputhshme dhe më e sinqertë me Klodin. Debati zgjat minuta të tëra dhe ndërkohë që flasin, shikimet e tyre janë të forta dhe të vendosura. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo gjest tregon një dëshirë të fortë për të fituar zemrën e Klodit. Banorët e tjerë ndihen të përfshirë emocionalisht nga konflikti dhe disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën, por energjia mes Benitës dhe Elionës është shumë e fortë për t'u ndalur lehtë. Në disa momente, Benita qesh lehtë për të ulur tensionin, por sërish e mban vendosmërinë e saj. Eliona përgjigjet me të njëjtin intensitet, duke treguar se nuk do të dorëzohet. Ata të dy, duke parë këtë debat, ndihen të shtyrë nga emocionet dhe tensioni, duke bërë që situata të